Përshëndetje nga Krusha. Jem sot në prag të përjetorit 26 masakrës Krushës. Sot ka qenë Brestovc, fshatin Fortes Travecit, edhe në Celin. Nesër e kemi Krusha Madhe, Krusha Vogël, Lëndovica dhe shumë vende tjera, siç dihet marsi edhe prilli e deri në fund maj. Të bime ku në rohëm të rënët për liri. Nesër në ora 10 mbi kodrinat fshatit bëhen lirime për 7 dëshmor. Rafif Hoti, Gjemali, Shukria Agim Hoti, Samia Agim Nalli edhe një Zigoshi, më pas këtu manifestimi që ndërë në ora 11. Blini ka pas 5 muj luft, ku ka hu babën. 500 jetima kanë qenë në Krushë që sot janë rrit, janë martu, kanë kriju familje, po me shumë vështirësi. Krizë ekonomike ka qenë pas luftës me shtëpi djegura, pa rrime, pa. Një po ja që janë rritë. Që edhe aktimi ka arë prej Tricës, kënë luft pas gjeti ka pas. Falemendoj Etin, që ka bo këtu. Krusha pres me foton emblematike në ditën e shpalljes pavarësisë. Falemendoj Etin. Me 28 mars kemë përvjetorin e dëshmorit Jalitajgjës e Nverë dhe Raku, që ka ranë luftime i fshatin dhe Përdelan bashkë me Shefki Thaqin e Rogovës. Aty ka ra Hisni Marina në atë vi frontale, ka ra Reshat Muqa i Vraniqi që sot du përkujtu, po ka ra edhe ushtar Kavaja i Ndritsara, i ardhur nga Shqipëria, datë 31 marsa je ka. Një përshëndes të gjithë mirat, shihemi nesër.